ne të njohemi si besimtar, frekuentuesi të xhamive, elhamdulillah. Alhamdulillah. Do si e çon me çështjen e namazit. Elhamdulillah, Namazi dhe tafa. Elhamdulillah ka më shumë se 10 vjet Elhamdulillah. që jam i përkushtuar dhe tentoj faktikisht çdo ditë senin primar, qysh prej nisjes e deri në përfundim ta kem namazin dhe tani. Gjaja tjera, elhamdulillah ka dashur Allahu, duke nis prej familjes, tani edhe prej shoqës, po edhe prej shoqërisë ku jam i rrethum, më thon 90% që jemi gjithë faktikisht praktikues namazit, praktikues të fesë në përgjithësi dhe është shumë e lehtë, realisht dhe është shumë kënaqësi. Shoh diku ndonjë shoqëri që është problem, po problemin e shkakton rrethi faktikisht i asaj shoqërie, problemin e shkakton rrethi i Mustafas, nëse Mustafa shoqërohet me njerëz të cilët nuk janë të asaj rruge, nuk janë të namazit. Elhamdulillah Mustafa, po them edhe një herë, duke nis qysh prej familjes, duke vazhduar te shoqëria dhe të gjithë pak a shumë që shoqërohem, seni primar, gjaja primare është namazi dhe ka më shumë se 10 vjet, e inshallah do Allahu derisa ta japim frymën e fundit, të jemi në rrugën e tij dhe të jemi prej praktikuesve, por para se gjithashtu edhe prej atyre që e falim namazin dhe sidomos në kohën e tij e kritikoj shpesh veten që namaz sabahut mungoj në për xhami, Ramazanin fillimisht e nisi mirë, mas Ramazanit e vazhdoj një kohë gjatë dhe tani sikur bie pak mos thom imani, por inshallah tash e tutje do Allahu dhe vazhdojmë. Përpjekje, gjithë bëjmë. Përpjekje, po, padyshim, por padyshim që kemi nuhatje. Gjithë jemi me mangësi, po. Allah, Padyshim kemi faktikisht ngritje dhe ulje edhe në iman edhe në gjithë shka, por padyshim që është seni primar dhe seni i cili na mban mas mirin në jetë dhe na mban faktikisht në atë rrugë cilën kam dëshirë thjesht ta shoh çdo njeri që e du. Duke nisë prej familjarëve, prej shoqërisë, elhamdulillah shumica e tyre që më rrethojnë janë në atë rrugë. Alhamdulillah. Edhe unë e kam shumë më lehtë faktikisht dhe shumë më mirë. Si ndjehet tofa gjatë namazit? Është kënaqësi e cila faktikisht nuk është që mund të përshkruhet. E themi në ndoshta thjesht, shpesh e themi si një fjalë, unë e them edhe në aspektin e komentimit apo në aspekt kur të përshkruaj diçka tjetër dytësore do ta kisha thënë jetë, pasi primarja padyshim që është namazi, kënaqësi e cila nuk përshkruhet por vetëm përjetohet. E tash na ndodh shpesh kur jemi të angazhuar, ndoshta edhe falim ndonjë namaz pak me koncentrim më tulët, ndonjëherë pak me koncentrim më të lartë, por është faktikisht definitivisht kënaqësi kur falen në xhami, kënaqësi kur e fali edhe në punë, elhamdulillah na ka mundsuar Allahu në punë të mos kemi asnjë problem. Domethënë as problemin edhe më të vogël dhe të vetëm lidhur me namazin, lidhur me gjithçka tjetër që është e lidhur ngushtë me praktikimin e fesë të Allahut dhe gjitha këto janë faktikisht kënaqësi dhe përjetime në veti.